Realisht është kemi në 3 muajin e parë të këtij viti absolutisht kemi lajme shumë të mira në gjyqësor, në nivel gjitha gjykata në vend, pra gjithë instanca gjyqësore. Shkalla efikasitetit në gjykata tonë është në 107% në 3 muajin e parë të vitit 2025 dhe kjo kupton që ne kemi përfunduar mbi 40.000 dosje në 3 muajin e parë të këtij viti, që është një shkallë absolutisht e lartë e performancës së gjykatave. Ndërsa në nivel të gjykatave të shkallës parë, që realisht gjithmonë konsiderohet që është pika kritike kur është gjithë materia pa përjashtim, është shkalla efikasitetit është 123%, që është jashtëzakonisht mirë. Dhe ajo që është lajmi i këtij 3 muajori realisht është procedura civile, që për herë të parë në 24 vite të gjyqësorit shkallën efikasitetit kemi në 164%, është jashtëzakonisht progres, pra kemi pranuar diku 9.400 dosje dhe kemi përfunduar mbi 15.500 raste në procedurë civile. Dhe kjo është një lajm jashtëzakonisht i mirë, pra performanca ka një trende shumë pozitive në këtë periudhë. Dhe nëse do të vazhdon të kjo dinamikë, nëse nuk do të përballemi në një situatë të jashtëzakonshme, atëherë definitivisht ky do të jetë viti më i mirë i gjyqësorit në kuptimin e përmbushjes së standardeve të Shtetit të Evropës për trajtimin e backlogut. Do të kemi besoj këtu ditë edhe në publikim, sepse ose në komunikat veçantë, për shkak se ka dhe zvogëlim të numrit të lëndëve të vjetra që realisht sipas kriterëve të KCK-s do lënë që plotson periudhën kohore 2 vite në gjykatë, realisht konsiderohet rast i vjetër, dhe në këtë rast kjo tregon që realisht ka një reagim të përgjithshëm të cilës zyre në gjykata, të cilë gjyqtarë, të cilë gjykatë, dhe definitivisht trendi është shumë pozitiv, po them nëse nuk përballemi në një situatë kritike. Secila gjykatë themelore pra ka performuar realisht në nivel mbi 100% nga 107 dhe 145% kemi performancën së secilës gjykate në këtë 3 muajor, që krahasuar me vitin e mëparshëm tregon shumë rezultat. Dhe diçka që është po ashtu shumë e rëndësishme, ndoshta po përmend vetëm si informacion, edhe mesatarja e lëndës zgjedhur për gjyqtarë është në 39 lëndë, domethënë në muaj, dhe kjo është jashtëzakonisht shumë krahasuar me gjithë motit që bëhen ne edhe si normë gjyqësore kur merret parasysh pointimi për secilën çështje që është në gjykata. E thash kryesues edhe në hyrje, kur po flasim për lëndët nga viti 2018 deri më tani, përkundër 4 fishimit të numrit të lëndëve të zgjidhura, kemi 3 fishim të numrit të lëndëve të pazgjidhura. Pse po ndodh kjo dhe apo na tregoni se si interpretohen këto statistika? Realisht ne kemi shpjeguar në shumë raste, por ndoshta do të provoj me thonë kaq thjesht. Në fushën civile, ku ne kemi pjesën kritike të materisë, sepse ka diku 100.000 raste të rregulluara ose pak mbi 100.000 raste. Realisht në çdo vit, nëse shikojmë trendin normal pranimit të rasteve, është diku në prafërsisht 20.000 raste. Por në periudhën prej vitit 2021 deri në fund vitit 2024 ka ndodhur një situatë krejtësisht e jashtëzakonshme, që realisht e ka trafishuar numrin, ose ka trafishuar disa raste numrin e lëndëve që pranuar vetëm në procedurë kontestimore, pa përjashtuar këtu procedurën përmbarimore, sepse të gjithë rastet në princip janë përsëritur në procedurën përmbarimit për ekzekutim. Vetëm në vitin e kaluar kemi pas diku 64.000 raste në procedurën kontestimore, që është realisht mbi trafishi i periudhës së zakonshme. Pavarësisht që ne kemi përfunduar 64.000 në 2023, ndërsa në 2024 mbi 80.000, realisht mbi 80.000 raste. Dhe ka trafishuar realisht vitin 2024. Për shkak se kontraktet kolektive kanë qenë realisht goditja më serioze që ka bën gjyqësorit, por për fat mirë, do të thënë ne kemi ndjekni në trend të organizuar të gjykatave, dhe në vitin e kaluar kemi përfunduar mbi 82.000 raste në procedurën kontestimore, që realisht është 4 fishi i periudhës së zakonshme të performancës së gjykatave në procedurën kontestimore. Pra nëse edhe kemi llogari që në vitin 2024 në princip është fundi i kontrata kolektive, por nuk ka rezultuar krejtësisht kështu, por trendi ka filluar me ra në 2025 derisa realisht paraqit është paditje e reja për përvojën e punës, dhe që ende nuk kemi një si më thonë siguri se sa do të jetë numri i këtyre rasteve. Ndryshe në fusha tjera, në penale
Numri i rasteve që pranohen vetë është kryesisht ka qenë vite 10.000 deri në 12.000 është ajo mesatarja. Në krimet rënda është dykon 1.000 disa raste, në administrative është dyfishu vitin e kaluar numri i rasteve për shkak të pensioneve dyfishta dhe të situatave të tjera. Pra, ne jemi përballë në këtë periudhën pas pandemisë. Pra, pandemia ka pas një efekt negativ sepse ka rënë niveli i punës së gjykatave, ndërkohë që në periudhën pas pandemisë jemi përballë me një numër jashtëzakonisht madh të rasteve. Por nëse e shikojmë sot sa ka materie gjyqësore, ne dikon praktикisht 200 milionë në të gjitha fushat, pra përfshi edhe kundërvajtjen që ka 25.000 raste për mbarimore e tjera. Realisht në princip ne mund të themi që në gjykatat e shkallës parë kemi materie, sikur nuk pranojmë nga sot për shembull asnjë rast, kemi materie për afërsisht një vit të gjysmë, maksimumi 2 vite. Pra edhe kjo bën që nëse trendi fillon me ra, në këtë vit që ka filluar realisht në 3 muajin e parë, atëherë ne ndodhemi në mundësi jashtëzakonisht mirë që në periudhën prej 2 vite të tashme me shkurtu jashtëzakonisht shumë periudhën qëndrimit lëndëve në gjykatat e shkallës parë në procedurë civile. Në procedura tjera, përveç administrative që po them ka një situatë të panatyrshme për shkak të pensioneve dyfishta dhe mos reflektimit në këtë rast të qeverisë, në materie tjera realisht ne po e nxom hapin. Do të thonë, në gjykatën e Gjilanit po trajtohen rastet e vitit 2024, në gjykatën e Pes po trajtohen rastet e vitit 2024, në Gjakov 2023-2024, në Frezaj po ashtu. Pra, realisht gjykatat tona për pak kohë, nëse nuk do të kemi për përsërisje në gjendje të jashtëzakonshme të pranimit të rasteve, po futen në kuadër të veprimit brenda standardeve të Këshillit të Evropës për gjykimin e rasteve në kohë të arsyeshme, përveç Prishtinës, që në fakt nikosisht përbën sfidë më të madhe, por nikosisht edhe suksesin të suksesit më të madh, sepse numri i gjyqtarëve, domethënë tani është mbi 82 gjyqtarë në gjykata themelore të Prishtinës, pa degët e gjykatave, sepse me gjithë degët shkon mbi 100 sa gjyqtarë, që do të tregon një fokus serioz të KGK-s dhe të gjykatave të sistemit gjyqësor në materien e përqendruar në Prishtinë, që përgjithsisht besoj që po shkon ka ideja që në gjithë sistemin gjyqësor të kemi drejtësinë në kohë të njëjtë për qytetarët që kanë ngritë çështjen në kohë të njëjtë. Natyra e lëndëve që kanë vërshuar përmendet jo çështjen e kontratave kolektive, kanë ngarku te mase gjyqësorin. Tani është edhe një fluks si duket i ri i lëndëve që po vinë e që është natyrë ngjashme, ku vendi i Kosovës e ka pas një obligim që deri më 1 gusht të vitit 2024 ta ndryshojë ligjin për pagat e nënpunësve civil në raport me përqindjen e përvojës. Pra, ka ndryshimi që është bërë nga 0,5% në 0,25% dhe kjo nuk ka ndodhur nga Kuvendi i Kosovës. Cilat janë pasojat që krijohen tash kur shohim se një numër i madh i lëndëve vetëm se është deponuar në gjykata dhe po besoj për ditë do të ketë e drejta me shku në gjykatë është një drejtë pa diskutueshme e secillit qytetar.